Flasim tani për tregun e madhrave, përfshim këtu dhe dollarin dhe metalet kryesore të çmura si floriri dhe argjendi që kanë nisur shumë mirë, por dhe metalet e tjera që do t'i mulë. Atëherë filloj me analizën e madhrave dhe forexit. Filloj mirë me dollarin, sepse ka qenë shumë i rëndësishëm dollari për animin e tregut. Në datën 22-24 shtator filloi vala e rritjes të dollarit, sikur po jepte shenjat e para për një ndalje nga tregtarët nga asetet më të rrezikshme, dhe ajo ndodhi, patëm këtë val, pastaj ulja dhe thyrja këtu u duk si një ripozicionim të tregtarëve për long. Edhe po presim tani se si do reagoj te kjo zonë. Do presim si do reagoj dollari te kjo viza trade në rënje, për më po u thy për lart, atëherë kemi pak pikpyetje për sa fuqishëm do eci tregu, sepse mund të krijojë një situatë që fuqizohet dollari dhe mund të jetë, le të themi, dalje nga asetet e rrezikshme si aksionet dhe shumë e rrallë. Për metalet, më lë mirë floririn dhe silver. Ke pasur një val të mirë që nga kjo zona 4100 që ne kemi kapur te Discordi. Unë ke tregtoj shpesh këto dhe mundohem të përqendrohem te aksione më shumë, por kam tregtuar dhe aksione që lidhen me metalet e çmura si CDE-ja dhe WPM, që ishte një kompani për floriri, minier floriri, dhe kanë ecur shumë mirë, po floriri veç ka ecur më shumë edhe më mirë, dhe kjo është situata që ne jemi këtu. Duket okay, duket se do të vazhdoj deri te 4500 për një higher high. Për momentin ashtu po duket çdo gjë pozitive dhe blerje agresive nga tregtarët, ndoshta për të krijuar, për të pasur më shumë siguri. Argjendi gjithashtu ka krijuar çmim historik më të lartë këtë javë dhe javën e kaluar, që në këtë thyrjen këtu të 24 nëntorit ka filluar këto val për lart dhe duket shumë mirë dhe nuk ka ndonjë shenjë ndopsie. Unë për vete do shikoja një short kur të bëhet gati. Kam tentuar 2 herë të hyja short këtu me accountin që tregtoj pak më afat shkurtër, dhe nuk ka hecur, ka qenë pak se po tregtoj kundër trendit, dhe do pak, le të themi, lodhje më shumë tregu për lart. Bondi 10 vjeçar ka qenë diçka që unë kam përdor për të marrë ca vendime, atje të hymër më agresiv në treg, apo të jem pak më mbrojtës kapitali. Head and Shoulders që ka krijuar këtu, koka dhe 2 shpatullat, ka dhënë probabilitet të lartë për një lëvizje deri te 4.3, dhe ka ulur suksesin apo dëshirën për të blerë asete më të rrezikshme si aksionet. Po duket sikur po thyu këtë zonë, shkon deri te 4.3, që det shumë i keq për tregun. Shikoj, unë po vede një alert të poshtë që ta kemi për ndonjë thyrje për më poshtë dhe pastaj një ulje. Duket më shumë për një lëvizje për lart aktualisht tani, dhe duhet këtë kam si kryesor për të shikuar situatën dhe aja vlen që unë të marrë rrezik më tepër, të pozicionon pak më agresiv në treg, aja vlen që të hyj në kripto dhe kështu me radhë. Këtë po përdor si orientim. Kemi dhe metalet e tjera, por metalet industriale si nickel, copper kanë filluar të ecin mirë. Nickel duket shumë mirë për një pozicionim afat mesëm, për që doni. Unë personalisht mundohem të përqendrohem te aksionet dhe të tregtoj
ato nikël nuk është që më pëlqen personalisht ta tregtoj dhe metalet në këtë mënyrë, po do vetëm floririn dhe argjendin. Kemi edhe naftën US Oil që përgjen një support prap të kjo zona 55 dhe du të shikojmë se si do reagoj këtu. Mendoj thyrja e zonës 57.7 dhe të kthim trendi serioz, se ja shikoni këtu vizat e trendit për poshtë, shikoni që ka bërë ritestimin, po mundohet të shtrëngohet dhe po shtrëngohet shumë mirë për një shpërthim të rregull. Do shikojmë këto zona për të një thyrje të mirë. Gazi natyral ka bërë valën e parë, një ulje, tani do shikojmë për një valë të dytë për më lartë. Por po më duket sikur do të balancohet tu dhe ndoshta edhe po ngrit pak, mund të ketë 4.6 ka 4, diku te 20 te 15% profit.